هي جنة طاب وطاب نعيمها. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa bat. Allah na falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk e takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allah, dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Në për histori ne gjithë jemi dëshmitar se ka pasur edhe prej grave të cilat kanë qëndruar me qëndrim të burrave. Për sa i përket imanit të tyre. E një ndërto pa dyshim se është Asia, gruaja e Firaunit në dunjë, kurse gruaja e pejgamberit Allahut azza wa jall në xhennetin e tij. Asia, e cila ka qenë gruaja e Firaunit, ishte në mesin e banorëve të pallatit të Firaunit, nëse që dimi se Firauni ishte zullumqtar, ishte jo besimtar, pretendonte se është Zot, pretendonte se ai duhet që të adhurohet, edhe pse e dinte shumë mirë se kush është Zoti i tij, edhe pse e dinte shumë mirë se Musa është i dërguari i Allahut azza wa jall. Asia, edhe pse ishte në pallatin e Firaunit, ishte pas rritur me një vend, pra me jetonte me një pallat, me pasanik, me gjitha të mirat e dunjas, mirë po e pranoi fen apo e pranoi Islamin e Musës alayhi salatu wasalam. Allah azza wa jall i asgjeroi gjoksin e saj edhe e bëri që qet prej besimtarve edhe atë në mesin e pallatit të Firaunit. Kjo padyshim se Firaunin e irritoi, padyshim se Firaunin e zemroi tepër, se ishte inat i madh për te, i cili pretendonte sa Zot, që dale njeriu më i afërt i tij, pra gruaja e tij që del pretendon se ky është renacak dhe nuk është e vërtet, dhe se ai çka e meriton që të adhurohet është vetëm se Allah Zot. Kur e shef Firaunin një gjendje të tillë, edhe shef se ai nuk po përmirësohet, atëherë jep urdhër që ai që të merret, që të ndëshkohet, largohet nga pallati, edhe që të merret, edhe që të vritet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e përcjell Ebu Hurajra na përshkruan edhe thot se ushtarët e Firaunit e kishin pas marr Asien, edhe e kanë dërguar me një vend, e kanë shtri për tokë me një vend i cili ka qenë krejt me diell, edhe i kanë marr, i kanë vëndu kuja në dy këmbët e saj edhe në dy duart e saj, e kanë marr, i kanë lidh me litar edhe këmbët e saj edhe duart e saj, edhe e kanë lënë ashtu që t'i dalë shpirti asaj për ndëshkim i rreth i ashpër i Firaunit ndaj saj. Mirë po, çudime këtë grua e cila imani ishte depërtuar në zemrën e saj, e cila as fare nuk lëvizi ose nuk u prek zemra e saj nga ajo çka i ndodhi, po përkundrazi vetëm se i shtoi imani edhe më tepër. E pejgamberi Allahut azza wa jall e cek edhe thot se ajo kur e pa rastin e saj edhe e pa ndëshkimin e Firaunit, atëra i u drejtua Allahut azza wa jall edhe tha Rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min Firauna wa amalihi wa najjini min al-qawmi zalimin. O Zot, kërkoj prej teje që të më ndërtosh një pallat në xhenet. O Zot, kërkoj prej teje që të më mbrojtësh ti nga Firauni, edhe nga zullumi i tij, edhe nga zullumi i popujve apo i popullit i cili është zullumqtar. Pra Allah azza wa jall e cek këtë rast në librin e tij, edhe thot se Allahu wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu. Thot se Allahu ju po ja sjell një shembull për ata të cilat besojnë, pra një shembull praktik, një shembull shumë i mirë i jetës së besimtarit apo nga jeta e besimtarëve, nga popujt e mërshëm. Kjo është rasti i Asisë. Pra Allah azza wa jall na mëson me di se si besimtari duhet të përqendrohet në fen Allahut azza wa jall, edhe mos lëkundet, edhe mos lëvizë fare, po përkundrazi atë çfarë e thot, atë edhe ta nxjerrë në vepra. Kështu ishte edhe rasti i Asisë, e cila domethënë në këtë rast, siç e thekë edhe pejgamberi Allahut, domethënë se ka ndet apo është si ka qëndruar sikur se burrat, edhe cekët domethënë se Allah subhanahu wa taala në ato momente kur ata ndëshkonin edhe dielli ishte shumë i rënd, i vinin me lekt edhe i bënin asaj hije me qëllim që ajo mos të ketë edhe mos i shtot ndëshkimi ose thjesht domethënë Allah subhanahu wa taala i bënte asoj një hije, ja jepte asoj një fllat që ta ndjeje fllatin, edhe pse trupi i saj ndëshkoi, mirë po shpirti i saj e gjente freskinë e fllatit, edhe e kërkoj prej Allahut që t'ja mundsoj që ta fiton atë xhennet në xhennetin e Allahut azza wa jall. Kjo ishte domethënë shkurt pasaj përket rastit së Asisë, gruajës së Firaunit e cila ishte në dunjë, mirë pa i do të qetë gruaja e pejgamberit Allahut azza wa jall në xhennetet e Allahut. Elus Allahun që na bën nga ata të cilët i përqendron në fe, dhe elus Allahun që mos na bën për ato të cilët lëkundën në imanin e tyre, po përkundrazi të jemi të fortë, të përqendruar edhe të jemi të bindur në atë çfarë na ka mësuar neve Allahu edhe pejgamberi i tij. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah